Protesta qytetare i qëndrimi i qeverisë ndaj saj ishte në fokus të deklaratës së kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, ai i cili cilësoi protestën si lëvizje rinore qytetare më të madhe të viteve të fundit, ndërsa akuzoi kryeministin Edi Rama e institucionet qytetare për përpjekje për të dëmtuar protestuesit e për të ndikuar në perceptimin publik përmes rrjeteve sociale. Ka mobilizuar mijëra rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit, për t'ja ulur shikueshmërinë e tyre dhe për të ndikuar në algoritmin që sipas tij ja kontrollonte Irani algoritmin. Edi Rama po bën gjithçka kundër kësaj proteste e cila në fakt e zhveshi para gjithë botës. Në deklaratën e tij, kreu i Demokratëve u ndalën këtë reforma territoriale, ai vlerësoi punën e grupit të opozitës në Komisionin Përkatës e akuzoi qeverinë se ka bllokuar procesin e rishikimit të reformës për interesa politike. Berisha komentoi gjithashtu ndërhyrjen e thethë, duke i cilësuar ato të padrejta e duke paralajmëruar reagim shtetër. Çështja jashtëzakonisht e rëndësishme është qëndrimi i Edi Ramës ndaj reformës territoriale. Zoti Boçi dhe anëtarët tanë të komisionit kanë bërë një punë të shkëlqyer. Kanë bërë një punë jashtëzakonisht serioze. Kanë përgatitur projekte shumë të mirë. Por në mënyrë të befasishme Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta në interes të qytetarëve po ecën, megjithse se kështu ka emëruar në krye të dy reforma ka emëruar njerëz që i ka pengaj. I ka peng me dosje të dy ata. Dhe tani dele u thot, pasi ranë dakord për të kërkuar zgjatjen sepse kishin akoma nuk kanë bërë konsultat në qarkun e Tiranës dhe qark tjetër me agjend të miratuar. Akoma nuk ka ardhur ekspertize e pritshme nga Kongresi i autoriteteve lokale dhe regionale. Të gjithë Shqipërinë do ngrem në këmbë. Nuk ka. Nuk mund ta bëj ky si çiflik të personal të tij vendin. Në përfundim të deklaratës së tij, Berisha u bëri thirrje qytetarëve të reagojnë te veprimeve të qeverisë, ndërsa tha se opozita do të vijojë për denoncimet e qëndrimit të saj për çështjet që i konsideron me interes publik.